Korupcioni në shëndetësi bëhet me tender e rrushfete në ministri e në drejtori spitalesh, ndërsa zhvatja e qytetarëve që shkojnë për ekzaminime e trajnime mjekësore bëhet me marifetin e vërdallisjes nga mjekët dhe dërgimin në klinikat e tyre private. Por kryeministri Edi Rama, sa herë i përmenden mjekët që nuk ofrojnë shërbimin apo marrin rrushfete, ai thotë: "Më tregoni një rast dhe emër mjeku që ju kërkon lek ose nuk ju ofron shërbimin dhe u dërgon në spitalet e klinikat private dhe do ta largoj e kallëzoj penalisht." Kryeministrit po i bëjmë me dije rastin e qytetarës EH, banore të njësia numër 14 në Tiranë, që u përball me shpërfillje dhe skem për zhvatje nga një mjek te materniteti Koço Gliozheni në situatën e rëndë shëndetësore dhe nevojën urgjente për ndërhyrje kirurgjikale, histeroktomi. Qytetarja EH, me të gjitha analizat mjekësore dhe rekomandimin e mjekut të familjes, u paraqit te mjeku obstër ginekolog Rezar Tajazi, në vend që mjeku Rezar Tajazi të shikonte analizat, të kryente konsultën e vizitës mjekësore dhe të caktonte një datë operacioni. I tha qytetarës të shkonte në orën 19:00 te klinika e tij private ginekologjike Ajazi, te shkolla e Kuqe, në adresën rruga Thanas Ziko, pallati numër 6, apartamenti numër 6, njësia bashkiake numër 8, Tiranë. Qytetarja taksa paguese, një herazi me diabet, i kërkoi të ekzaminoje e trajtoje atje, në spitalin ginekologjik Koço Gliozheni, por mjeku zhvatës Rezar Tajazi nxorri një recetë mjekësore, vizatoi në të skic hartën sqaruese ku ndodhet klinika e tij private, duke garantuar se te klinika e tij ka shërbim më të plot, të avancuar e më të sigurt. Kuptohet kundrejt një pagese të majme, në klinikën e tij private bëhen këto ekzaminime: vizitë ginekologjike, erkoginekologji, koloskopi, pap test HPV, trajtime ginekologjike e marrje materiali për biopsi, shërbime cilësore të sigurta që i kryen falas së Spitalit Shtetëror Obstetrik Ginekologjik Koço Gliozheni, por mjeku horr Rezar Tajazi i çon pacientët te klinika e tij për t'i zhvatur. Në këtë rast pangopsia dhe paftyrësia e mjekëve, quhet vjedhje dhe sorrollati e qytetarëve që kanë edhe nevoja emergjente për ekzaminime trajtim shëndetësor. Mirëpo monstra si mjeku Rezar Tajazi nuk mirakosen për jetën e pacientëve, duke mos u shërbyer në spitalin shtetëror, por me pagesë te klinika e tij private. Siç veproi me qytetaren EH, mjeku Ajazi po vepron gjithashtu edhe me gra të tjera, por megjithatë denoncimet e shumta, drejtuesit e Ministrisë dhe Maternitetit Koço Gliozheni e kanë mendjen vetëm te tenderet dhe klinikat e tyre private. Po i bëjmë disa pyetje mjekut Rezar Tajazi, i njohur si Doktor Rezi nga Peqini, sa i ka të ardhurat e klinikës së tij Ajazi, pse është regjistruar si person fizik dhe nuk dorëzon bilance tatime në QKB, a paguan tatimet për klinikën private ginekologjike dhe a ka paguar dogan për pajisjet mjekësore që ka futur në Shqipëri dhe ai ka të certifikuar edhe pa rrezatim, a përdor në klinikën e tij private infermiere laborant barna e materiale të Spitalit Shtetëror Obstetrik Ginekologjik Koço Gliozheni, ku ai punon, ka dhe zullume të tjera.